Shaban Dalipi është njëri ndër gazetarët e rrallë e cili i qëndroi besnik misionit të gazetarisë dhe veprimtarisë mediale për 36 vite me radhë. Punën përkushtuese të gazetarisë e ka filluar në vitin 1990 në radio-televizionin e Maqedonisë, programin në gjuhën shqipe, ku punon pa shkëputur edhe sot e kësaj dite. Shaban Dalipi i takon gjeneratës së gazetarëve që u përballën me sfidat e pushtetit që zbatonte mekanizmat e përbuzjes së skajshme ndaj gazetarëve shqiptar, të cilët angazhoheshin për informim të drejtë dhe objektiv. Ishte pjesë edhe e radio-televizionit Tuskana të themeluar në vitin 1993 dhe ekipit të gazetarëve të cilët thyen tabut e sistemit komunist dhe hapën dritaren që rezaton dritën e munguar të informimit shqip në Kërçovë dhe Mëgjerë. Për shumë vite me radhë ka punuar edhe në televizionin Gurra, ku ka realizuar emisione që kanë trajtuar tema të ndryshme dhe ka qenë pjesë e manifestimeve të rëndësishme të asaj kohe, si Festdituria, Pëllumbat e Ardë dhe Miss Mjellma, që ky medium e organizonte në bashkëpunim me shoqatën Dituria. Si korespondent nga Maqedonia, për shumë vite ka bashkëpunuar edhe me radio-televizionin e Tiranës dhe gazetën Rilindja të Prishtinës. Po kështu ka bashkëpunuar edhe me Radio Zërin të Kombit në New Jersey dhe Radio Kanal K të Zvicrës, si edhe gazetat Flaka, Fakti, Zhurnal dhe Koha. Në periudha krizash ka bashkëpunuar edhe me mediat e nivelit ndërkombëtar si Deutsche Welle dhe Zëri i Amerikës. Ka qenë redaktor i revistës Vatra në Kërçovë, redaktor i shtojcës Spektri të botuar në gazetën Flaka, redaktor i shtojcës javore Ndryshe të botuar në gazetën Fakti, që nga viti 1996 është antar i rregullt i SHGM-s dhe Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve me selinë në Bruksel, pjesëmarrës në tribuna, konferenca dhe simpoziume vendore dhe ndërkombëtare. Ka publikuar kumtesa, analiza dhe kontribute publicistike në gazeta dhe revista në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri dhe është autor i shkrimeve të shumta nga fusha e gazetarisë dhe publicistikës. Shaban Dalipi është autor i shumë emisioneve dokumentare, reportazheve dhe emisioneve me karakter social, historik, shkencor, ekonomik, ekologjik dhe kulturor. Që nga viti 2007, si themelues dhe drejtues i shoqatës Fortesa, realizoi projekte të ndryshme nga fusha e kulturës, mbrojtjes sociale dhe humanizmit. Nga këto projekte ka realizuar disa dokumentar televiziv të cilët janë transmetuar në mediat e Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë. Njëri ndër projektet më të suksesshme është edhe Dasma Tradicionale e Kërçovës, me 11 edicione. Si kryetari i kësaj shoqate ka fituar çmime për prezantimin dinjitos në festivale të organizuara brenda dhe jashtë vendit, siç janë 2 çmimet në festivalin ndërkombëtar Etnofest në fshatin Kukaj të komunës së Prishtinës. I pari çmimi Performanca më e mirë në vitin 2019 dhe çmimi Kostumografia më e mirë në vitin 2021. Shaban Dalipi ka marrë mirënjohje të shumta edhe për punën e tij dinjitoze në gazetari. Si për shembull, fitues i çmimit Gazetari i Vitit, fitues i çmimit të parë në Festivalin Shtetëror të Filmit Jo Profesional në Republikën e Maqedonisë, fitues i çmimit të parë në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit me dokumentarin Filmi dhe Kamera Internacionale 300 në Manastir, fitues i çmimit Gazetari më aktiv i vitit dhe kulmoi me titullin si fitues i çmimit Grand Prix në vitin 2023. Është gjithashtu autor i librave si Diskurset antagoniste, diskurset e pambaruara, Trio Zajazi, Sali Ramadani, deputeti i krenarisë kombëtare dhe Ajet Rushiti në sfidat e rrugtimit adhetar, monografi e cila sapo doli nga shtypi dhe do të promovohet fillimisht në Amerikë, ndërsa më pas edhe në Kërçovë. Edhe pas 36 vitesh, gazetari i palëkundur në misionin e tij, Shaban Dalipi, vazhdon të punojë me të njëjtin ritëm dhe pasion, me përkushtim dhe dinjitet në sfidën e gazetarisë dhe informimit publik. Duke u bazuar në veprimtarinë e dendur mediale, gazetari Shaban Dalipi ndahet me plotmëri çmimi i shoqatës Votra për kontributin mediatik.